Përshëndetje miq të dashur, sot jemi sërish bashkë me Alban Arifi, ku do të na flas sot për marka tregtare. Çfarë është marka tregtare dhe pse është e rëndësishme për bizneset? Marka tregtare është një shenjë dalluese e cila përdoret për të identifikuar apo dalluar modrat apo shërbimet e një biznesit nga bizneset e tjera. Si shenje të markës tregtare mund të përdoren edhe fjalë, emra, numra, logo, ngjyra dhe kombinim të gjitha këtyre elementeve, po ashtu edhe ndonjë vizatim i caktuar dhe kjo mund të përdoret atëherë edhe si markë tregtare. Ndërsa sa është i rëndësishëm për bizneset, marka tregtare është shumë e rëndësishme për bizneset, duke marrë parasysh se krijon identitetin e saj të biznesit, po ashtu e krijon edhe bën dallimin e produktit të saj në raport me produktet e bizneseve tjera. Gjithashtu me regjistrimin e markës tregtare fitohen shumë të drejta duke filluar nga fitimi të drejtës për përdorimin ekskluziv të markës tregtare, ndalimin e personave të tretë për përdorimin e saj pa autorizim. Gjithashtu është edhe në interes të biznesit për shkak të besueshmërisë së konsumatorëve, po ashtu edhe për reputacionin dhe identitetin e biznesit që të jetë sa më prezent dhe i identifikueshëm si biznes serioz dhe në raport me biznese tjera. Kush ka të drejtë të aplikojë për regjistrimin e një marke tregtare? Të drejtën për të aplikuar e kanë të gjithë personat fizik dhe juridik, këto përfshihen edhe individ, bizneset, kompanitë dhe të gjitha ndërmarrjet të cilat mirën në veprimtari ekonomike kanë të drejtën e regjistrimit të markës. Po ashtu me përjashtim të shtetasve të Kosovës, të drejtën e kanë edhe shtetasit e huaj të cilët kanë kompanije dhe dëshirojnë që të marrin të drejtën e markës tregtare në Kosovë, kanë të drejtë që në përputhje me ligjin për marka tregtare, po ashtu edhe marrëveshjet ndërkombëtare siç është marrëveshja e Madridit, kanë të drejtën e regjistrimit të markës tregtare. Cilat shenja nuk mund të regjistrohen si markë tregtare sipas ligjit? Shenjat të cilat nuk mund të regjistrohen si markë tregtare sipas ligjit janë shenjat të cilat nuk dallojnë nga markat tjera, nuk dallojnë nga markat tjera të cilët janë të regjistruara dhe licencuara, po ashtu edhe shenjat të cilët janë në kundërshtim me rendin publik, po ashtu edhe moralin e shoqërisë. Sistemat e institucioneve të Republikës së Kosovës nuk mund të përdoren në marka tregtare pa një aprovim paraprak nga institucionet, po ashtu edhe markat që është dallueshmëria shumë e vogël me marka tjera të cilat janë të regjistruara, nuk mund të regjistrohen, ka dhe kategori të tjera të cilat nuk mund të regjistrohen nëse nuk i plotësojnë kushtet të cilat kërkohen sipas ligjit për regjistrimin e një marke tregtare. A mund të regjistrohet një markë tregtare që është e ngjashme me një markë ekzistuese? Jo, nuk mund të regjistrohet asnjë markë tregtare nëse e njëjta vetëm është e regjistruar më herët për shkak se kjo atëherë dëmton edhe konkurrencën, edhe nuk ka logjik nëse e njëjta vetëm regjistrohet për herë të dytë, meqense se ka dikush tjetër, atëherë nuk është edhe serioze dhe nuk është e nevojshme për të regjistruar. Prandaj nuk mund të regjistrohet asnjë markë tregtare e cila është e regjistruar më herët nga ndonjë person tjetër. Sa kohë zgjatet mbrojtja ligjore një marke tregtare dhe si mund të rinovohet ajo? Marka tregtare në momentin pas procedurave, aplikimit dhe marrjes së certifikatës lidhur me posedimin e markës tregtare është dikon rreth 10 vite afati i saj. Mirë po i njëjti duhet që 6 muaj më herët që ta rinovoj këtë markë tregtare për të vazhduar të drejtën e mbajtjes së markës tregtare, e cila vazhdohet edhe për 10 vitet e tjera, dhe nëse nuk bën aplikimin për vazhdimin e markës tregtare, atëherë e njëjta është e pavlefshme dhe nuk ka të drejta ekskluzive mbi atë markë
personi i cili e ka pasur. Cilat janë të drejtat kryesore që fiton pronari pas regjistrimit të markës tregtare? Të drejtat kryesore të cilat fiton pronari i një markës tregtare është përdorimi ekskluziv vetëm nga ai, është e drejta për të ndaluar palët e treta që të shfrytëzojnë të njëjtën markë tregtare, po ashtu i njëjti ka të drejtë që të kërkojë edhe kompenzim në rast se i shkaktohet dëmi nga palët e treta, lidhur me dëmin material, po ashtu edhe të pjesa e dëmtimit të reputacionit të biznesit e tij, po ashtu edhe markës tregtare. Po është ka dhe të gjitha dëmet të cilat mund të shkaktohen, atëherë i njëjti mund të kërkojë kompenzim përmes gjykatës, duke iniciuar procedurën në gjykatën kompetente dhe edhe përmes masës së përkohshme të sigurisë të ndaloj me automatizëm përdorimin nga palët e treta. Çfarë konsiderohet shkelje e markës tregtare dhe cilat janë pasojat ligjore? Shkelja e markës tregtare konsiderohet gjithmonë kur pala e tretë përdor markën tregtare e cila është regjistruar dhe licencuar pa autorizim. Dhe e drejta e kompanisë është gjithmonë që ta njoftojë paraprakisht, atë të njoftojë doganën lidhur me përdorimin e markës tregtare e cila është duke u bërë nga pala e tretë, të drejtën që të kërkojë nga gjykata lidhur me tërheqjen e mallit apo shërbimeve dhe shkatrimin e tyre, si dhe të pjesa e kompenzimit që hyn edhe të drejtat e tij për të kërkuar nga pala e tretë, cila ka dëmtuar pronarin e biznesit lidhur me markën tregtare. Si mund të mbrohet një biznes nëse dikush përdor paleje markën e tij tregtare? Biznesi gjithmonë fillimisht duhet të iniciojë procedurë, posa të merr informatën se marka tregtare është duke u përdorur apo duke u shfrytzuar nga një person tjetër pa lejen e tij, atëherë i njëjti mund të iniciojë procedurë pranë gjykatës themelore, duke propozuar edhe masën e sigurisë dhe të kërkojë që të ndalohet përdorimi i saj, të kërkojë që të shkatrohen të gjitha produktet të cilat kanë hyrë me të njëjtën markë tregtare në Kosovë apo përdoren në Kosovë, që të njëjtat të ndalohen në treg, të shkatrohen të njëjtat dhe gjithashtu të drejtën e kompenzimit për dëmin që i është shkaktuar. A mund të transferohet ose të licencohet një markë tregtare tek një person ose kompani tjetër? Po, pronari i markës tregtare ka të drejtë që të transferojë markën tregtare tek një person tjetër në bazë të një marrëveshje të cilën e bëjnë bashkëret. Mirë po, kjo marrëveshje duhet të specifikohet për periudhën për sa kohë i jepet e drejta e shfrytëzimit të markës tregtare, po ashtu mund të jepet edhe në periudhë të përhershme deri në afatin e skadimit të markës tregtare. A është e detyrueshme regjistrimi i markës tregtare për të përdorur një emër ose logo në biznes? Nuk është e detyrueshme regjistrimi i markës tregtare për të përdorur emrin e biznesit apo edhe logon e biznesit, mirë po në qoftë se e njëjta nuk regjistrohet, atëherë emri i biznesit nuk e ka mbrojtjen adekuate siç e ka edhe marka tregtare apo marka tregtare në raport me emrin e biznesit apo edhe logon e biznesit. Në qoftë se regjistrohen edhe këto dyja si marka tregtare, të njëjtat e gëzojnë fuqi edhe të drejta të plota në raport me personat e tjerë sa i përket emrit të biznesit apo logot e cila mund të hyjë në kuadër të markës tregtare. A ja vlen mbrojtja e një marke tregtare të regjistruar në Kosovë edhe në shtetet e tjera? Marka tregtare e cila regjistrohet në Kosovë vlen vetëm për territorin e Republikës së Kosovës, mirë po të gjithë ata të cilët dëshirojnë që marka e tyre të mbrohet edhe në shtetet e tyre duhet të aplikojnë regjistrimin edhe në shtetet të cilat dëshirojnë që marka e tyre të jetë mbrojtur, apo të aplikohet marrëveshja ndërkombëtare për regjistrimin e markave tregtare e cila ka vlefshmëri edhe në shtete tjera. Cili është dallimi ndërmjet markës tregtare, emrit tregtar dhe logos së një biznesi? Marka tregtare është një shenjë dalluese e cila e identifikon biznesin, emri dhe që regjistrohet dhe gëzon mbrojtje ligjore. Emri i biznesit është emri i cili përdoret vetëm për regjistrimin e biznesit, ndërsa logoja është një vizatim vizual i cili përdoret
për biznes, mirë po e njëjta mund edhe të regjistrohet në kuadër të markës tregtare. Çfarë duhet të bëjë një biznes para se të aplikojë për regjistrimin e një marke tregtare? Gjithmonë çdo biznes i cili dëshiron që të regjistrojë markën tregtare, duhet fillimisht që të kontrollojë lidhur me markën tregtare se a është e regjistruar në Kosovë dhe a i lejohet që shenja marka tregtare që dëshiron që të ka të drejtë të aplikojë për regjistrim, po ashtu duhet të kompletoj dokumentin, të përgatit edhe shenjën të cilën dëshiron që regjistroj dhe të aplikoj në Agjencionin për Punësi Industriale në kuadër të Ministrisë Tregtisë që të njëjtën ta regjistroj dhe të merr të drejtën ekskluzive për përdorimin e saj. A mund të anulohet ose të shpallet e pavlefshme një markë tregtare e regjistruar? Po, gjithmonë një markë tregtare e cila është marrë në kundërshtim me ligjin, një markë tregtare e cila nuk është përdorur për një periudhë të gjatë, për 5 vite apo më shumë, po ashtu edhe në rastet kur marka tregtare ka ngjashmëri të madhe me një markë tregtare tjetër ekzistuese të mëhershme apo edhe që është e barabartë me të njëjtën markë, atëherë e njëjta mundet edhe të anulohet dhe të mirë të drejta pronarit të biznesit. Cilat janë përfitimet ekonomike dhe ligjore që sjell regjistrimi i një marke tregtare për bizneset? Përfitimet ligjore janë drejta e përdorimit të saj ekskluziv, të drejtën e mbrojtjes ligjore, po ashtu edhe përfitimet ekonomike janë ndërtimi i identitetit të biznesit, rritja e vlerës së biznesit në treg, besueshmëria tek konsumatorët dhe shumë faktorë të tjerë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ana juaj. Miq të dashur, kjo ishte tëra shemi javën tjetër.